goditur Shqipërinë, apo i mungon saksia për ta ekzekutuar këtë sulm, po për shkak se nuk ka interes të madh për të goditur Shqipërinë. Pra, le të themi kjo është skenari më le të themi më i pranueshëm në këtë rast. Po ndërkohë, zoti Demiraj, në një rast tjetër, sa e aftë është ushtria shqiptare sot që flasim për një skenar që mund t'i cënohet siguria? A jemi të gatshëm për atë 24 deri në 72 orëshin e famshëm ku çdo ushtri duhet të përballet i vetëm? Shiko, ju aftësitë dhe kapacitetet e ushtrisë shqiptare i keni parë në fikjet e zjarreve. I keni parë edhe nga këpucat, edhe nga uniformat, edhe nga lopatat, edhe nga shishet e ujit që fikin zjarret. Edhe nga thuprat. Ka një reform e cila të paktën këto 2 vitet e fundit ka një tentim, ka një përmirësim të reformave ushtarake në drejtim të rritjes të kapaciteteve. Dhe në këtë drejtim, ne edhe këtu në studion tuaj, jam i sigurt që kemi bërë një këtë bisedë, ka një, për shkak se lufta e konflikti i Ukrainës ju kanë nxjerrë shumë detyra ushtrive të NATO-s. Pra edhe Shqipëria është duke u përpjekur për të krijuar struktura të reja, kapacitete, është duke bërë disa blerje, por që do duhej edhe pak kohë. Nuk mund të them që shtabi i përgjithshëm nuk ka qenë i përgjithshëm në këtë drejtim. Shtabi i përgjithshëm ka një plan 5 vjeçar, i cili në rast se do të zbatohet përmes fazave, do të sjellë një përmirësim të sigurisë kombëtare. Po për sa i përket mbrojtjes kundërore, ne nuk kemi asnjë lloj aftësie dhe kapacitete të mbrojtjes kundërore, për shkak se përgjegjësinë për mbrojtjen erore të Shqipërisë e kanë vendet e NATO-s. Duke qenë se jemi drejt fundit, zoti Demiraj, ka luftra të jashtme me raketa që duken sa afër po aq edhe larg, po ka edhe luftra të brendshme për pushtet, për para, ca për të forcuar ligjin, ca për të adopsuar atë. Si i keni parë prej ande ku jeni, jetoni dhe veproni këto beteja tona të përditshme këtu në vendin ton? Unë besoj që lufta ose vendimet, veprimet që po ndërmerr SPAK-u kundra qeveritarëve të korruptuar të rilindjes janë vetëm maja e icebergut e problematikave që me të cilat përballet realiteti shqiptar. Kemi parë që tashmë që ka hyrë në vitin e dytë të mandatit të 4 kryeministri Rama, të gjitha një pjesë e madhe e këtyre investimeve publike që janë bërë, kemi parë shkatrimin e infrastrukturës pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe dosjet e SPAK-ut, përfshirja e kryetarëve të bashkisë, e deputetëve, e lidhjet e krimit organizuar, korrupsioni galopant të gjitha ministritë, por në mënyrë të veçantë, në ministritë që drejtoheshin nga Belinda Ballogu, por edhe ministritë të tjera të shëndetësisë, të arsimit, Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Brendshme, tregojnë që Shqipëria ka nevojë për një klasë të re politike. Dhe urojmë dhe shpresojmë që kjo përplasje me dy forcave të reja politike të krijojë një ndërgjegjësim në masën e madhe popullore të Shqipërisë në mënyrë që populli tashmë është i lodhur, kërkon një klasë të re politike, Andrea, të cilët shpresoj të jenë më të përgjegjshëm se drejtuesit e rilinjes. Qartë, ju kërkoni në fakt dhe insistoni për një klasë të re politike, ndërkohë gjithashtu jeni një nga intelektualet brenda të djathës, Partia Demokratike po shkon drejt zgjedhjeve. Si i keni parë këtë zhvillim, zoti Demiraj? Vlen e njëjta gjë edhe për Partinë Demokratike, njëjti konstatim që bët edhe për pjesën e pushtetit dhe qeverisjes? Pa diskutim që po. Për shkak se Partia Demokratike tashmë prej shumë vitesh u bën afërsisht 33 vite, drejtohet nga doktor Berisha dhe përfaqësuesit, një pjesë e madhe e përfaqësuesve të parlamentit shqiptar janë njerëz të cilët duhet të ishin pensionuar. Tani në rast se do më thoja atë duhet të largohet doktor Berisha apo jo, për momentin unë them që nuk duhet të largohet për të vetmen arsye sepse e shikoj si një rrezik për shpërbërjen e Partisë Demokratike, dhe nuk jam këtu për të bërë reklam për asnjë,
por për arsye sepse shikoj një ambicje të tepruar të një 10 personave që pretendojnë për të bërë